Zbulohet më në fund receta që trajton në dhimbjen e kockave një herë mirë. Në vijim, do t'ju paraqesim një recetë krejt natyrale, recetë kjo që është në gjendje në mënyrë efikase ta përmirësojë dhe rigjenerojë gjendjen e nyjeve, eshtrave dhe gjurit duke zbutur dhimbjen. Përbërësit janë 1 kilogram mjaltë, 10 lugë fara të lirit, 50 gram fara kungulli, 5 lugë susam, 3 lugë rrushë të thatë, 50 gram fara të lule diellit, 50 gram kokra gruri. Mënyra e përgatitjes: përzieni të gjithë përbërësit e përmendur në një enë paksa më të madhe. Kur t'i keni përzier mirë, masën e vendosni në një kavanos të madh për qelçit dhe merrni nga një lugë para secilit kafjallë dhe drekës. Kështu ju do të vëreni se kockat tuaja do të vinë dhe do të bëhen më të forta dhe se dhimbjet tuaja do të jenë larguar pak nga pak, duke ju lënë ju më të lirshëm në lëvizshmërinë tuaj.